kemi një video sa e ka postuar Detran Zagani nga Bazeli. Është Rama ka qenë. Kjo është video para 2 orësh, se ishte parë në Bazel, ndërkohë që në Tiranë protestohet dhe sheshet janë plot. Ky bastardi pianesi ka dhe lindën. Dje jamante valizh në aeroport Dreda, ky ish kryetari i bashkisë ambasador atje. E kishte përdorur edhe si shofer. Shkon dhe zhdukët. Shqiptarët nuk e dinë se ku është. Duke pi mes rrugës atje. Me lindën krah se ç'a është, në ekspozitë, ky është piktor i madh. Me lindën se grua ka. Këtë kryeministër kemi. Shikoni se me lindën. Shikojnë ku ke sheshin live me Mira Kundërti, ndërkohë ai ka 2 ditë që është duk, as nuk jep gjevap se kush është kryeministër. Është duke gostis para 2 orësh në rrugët e Bazelit. Këtë kemi kryeministër. Inshallah s'po pret marrëm ju drejtu protestuesve. Vazhdo mandin. Jo, ta provoj atë se të kujgjën. Pra, vazhdo mandin. Edhe elementi tjetër, pra përmanda pjesëmarrjen politik, pjesëmarrjen në administrimin se kisha pat plotën, tani ikën tani. Ta shikojmë pak një. Ka dalë menç. Kjo absolutisht ka nevojë për psikolog. Kjo ka dalë menç. Psikolog ka shpresë, nuk është psikiatër. Psikiatër ndoshta. Po, jo se është Zvicër. Jo, po shikoj, ka marrë rrugët kështu. Ka marrë rrugët. Vazhdoj. Pra, ata që janë aty ndihen përjashtuar. Po e përmbledh që të rikthehemi në përfaqësim, që është vota, në administrim, që është ekonomia, por dhe në opinion. Ne gjithu jemi dëshmitar që mediat, edhe tonat, edhe mediat e tjera, pothuajse kanë zero hapësirën ku dëgohet zëri i kësaj pjese. Ne nuk e dim çfarë shqetësimi kanë ata, ne nuk e dim që nuk shefti debatet se çfarë duhet të bëjë një njerëz sot për të qenë pjesë politike apo për të qenë pjesë administratës publike apo për të gjetë një vend pune. Si mundet një familje e re shqiptare të krijohet dhe të mbijetojë me çmimet e sotme të apartamenteve apo me kushtet e vështira të jetës. Pra problemet atyre janë të anashkaluara. Kështu që janë disa elementë që ata po kërkojnë të kenë zën kapitull. Pra, na llogarisni edhe ne ka qenë një parull e komunizmit. Kanë nxjerrë një njoftim protestues, këta që merren me organizimin. Thot nga sot, marshimi vetëm brenda unazës së vogël. Marshimi nuk do të ndahet në grupe, marshimi nuk duhet të marrë drejtime spontane, orari i fillimit të marshimit do të jetë gjithmonë 20:30. Marshimi gjithmonë do mbajë një kursi bosh për emergjencat. Pra, kush ju gënjen me njoftime, dijeni se është pjesë e atij që do ta prish protestën. Sipas atyre që po merren në protestën, marshimi do të jetë gjithmonë brenda unazës, do mbahet bosh kursia e emergjencës dhe marshimi do fillojë gjithmonë në orën 20:30. Pra, thënë gjitha këto tash se u shkëputën 2 herë, ideja ime është kjo, që protesta më mirë, që nuk ka as organizator, që nuk ka as kërkesa, le të vazhdoj sepse ka një kërkesë bazë. Duan një republikë të re, në kuptimin një cikël të ri, një epokë të re, sepse shoqëria vetë ka nevojë për një ekuilibër të ri. Është prish ekuilibri. Ka 15 vjet, 20 vjet nëse doni që ky ekuilibër është prish në shoqëri. Pra një pjesë ndihet e përjashtuar, një pjesë ndihet tepër e privilegjuar. Pra kur ndodhin kriza të tilla, shoqëria ku shkon? Shkon drejt protestës, revoltës, përplasjes për ta fituar këtë drejt. Po për këtë ekuilibër të ri, mendoj unë, nuk duhet të jenë të interesuar vetëm ata që janë rrugë, duhet të jenë të interesuar dhe ata që janë me dhe afër Ramës. Çfarë do të thotë? Partia Socialiste nëse vazhdon kështu do shkojë në varr mbas Ramës. Duhet kuptuar që sa më shumë ri Rama, aq më shumë shtohet presioni dhe trysnia ke turma që të kalojë nga një lëvizje paqësore në një lëvizje më radikale. Sa më shumë ri. Sa më parë tiki është më mirë dhe për ata, qoftë politikan, qoftë biznesmen, qoftë njerëz që kanë interesa në këtë vend dhe kanë vendosur të rinë këtu, që mos përsëriten situata kaosi që mund të çojmë shoqërinë shqiptare hapa mbrapa, pra mos ketë trauma. E vetmja gjë që mos ketë trauma. Po me kaq që nga demokrat, mos si ti. Po me kaq më jo, se fillon të shtohet presioni, po them të shtohet presioni, që do të thotë, nëse fillon Partia Socialiste, dalin dhe kundërshtojnë politikat e Ramës. Nëse fillojnë njerëz dhe mediat vetë kanë filluar disa shenja që merrni shikoni tani kush i ka vënë fytyrën Edi Ramës i dalin krah këto ditë, që
që thot vllajti Ramës duhet tiki, ka bërë Shqipërinë shumë mirë, këta që protestojnë e kanë gabim, këta janë agent, e thanë 2 ditë e para. Nuk ka vetëm në një që se ka problem fytyrën, që njëri nxjerr Ramën armik, njëri nxjerr hero, këta që janë kështu si palaço mediatik, këta ke sa dush, po ata nuk është se kanë një peshë aty. Pjesa tjetër, po të shikosh, nga një protest e sponsorizuar nga agjenturet të huaja kanë dalë tani në shpjegime që duhet kuptuar protesta, që këta trin kanë një farë drejte, që nuk shkon mirë kjo punë, dhe ku kanë dalë? Kanë dalë që këta duhet kenë një përfaqësi, që Rama të merret me përfaqësinë atyre. Pra, nuk e përjashtojnë Ramën, por nuk e kanë ama si figura e vetme që mund të garantojë stabilitetin. Është ai stabilitet për cilin kemi folur dhe kemi diskutuar sa herë dhe për ku ka qenë puna e mbështetjes që Amerika i ka dhënë pa doreza dhe mënyrë skandaloze di Ramës, që kemi thënë që stabilitet para demokracisë vjen një moment që nevoja për demokraci bëhet aq e madhe se ta hedh në stabilitetin dhe unë jam i bindur se di për pjesëmarrjes, askush nuk do të bazë sa do rezistojnë etj, por jam i bindur që nëse Rama do vazhdoj të mos reflektojë, kjo protestë do